Kam një pyetje të tillë. Në fakt të pyetje nuk do ta bëj me që ke një status tu tani, as mandatin se ke marrë akoma. Dhe as kryetar bashkie nuk e, se kështu si asgjë. Unë jam në limbo. Po, si asgjë tani. Me asistent sociale. Dua të pyes kështu si ish zëvendës rektor të Universitetit të Tiranës. Nuk e shikojnë që është i frikshëm kjo fitore e Partisë Demokratike, 83 mandate, 74. Ka humbja e Partisë Demokratike dhe fitore e Partisë Socialiste. Fitore e Partisë Demokratike. Uroj mos ke tradhuar sa koshenca. Jo, edhe një herë. Në vitin 2021, zgjedhjet e vitit 2021, 74 mandate. 2017, 74 mandate. Në vitin 2013, ishte një formulë e tillë që 6-6, po me LSI-n erdhën pushtet. Tani, Partia Socialiste, 3 mandate të konsumuar, fitoi të katërtin, dhe në vend të pak të logjika thotë që nga 74 mund vetë 73, 72, mezi merr 70 plus 1 etj, po merr 83. A nuk duket i frikshëm ky rezultat për Partinë Socialiste me një pushtet kaq të egzageruar? Kështu si intelektual këtu, jo si drejtuesi i qarkut të Beratit. Me thënë drejtën, mua më duket shqetësues jo për rezultate, por për mungesën e frikshme të alternativës. Sepse ky është komoditet. Jo, ne duhet pranojmë diçka. Votuesit, ku shkojnë votojnë ditën e diel, votojnë për atë çfarë kanë propozime përpara. Dhe zgjedhin. Dhe pyetja shpeshherë duhet bërë që kush ka qenë alternativa që ka pasur Partia Socialiste përballë. Dhe unë besoj fort që dhe në fakt atë e tregojnë faktet, sepse ne duhet ta pranojmë që edhe rikthimi i opozitës në 4 vitet e fundit për problemet e tyre të brendshme etj, cilës do parti do i krijonin po e quaj një ngërç në momentin që do ballafashohesh elektoralisht. Dhe nëse ti shef rezultatet, ti ke një rend drastike të votës për siglën e Partisë Demokratike, ke një çarje të votës 200.000. Ke një çarje të votës opozitare, dhe ky është fakt. Krijimi i partive të tjera dhe marrja e disa mandate. Dhe kjo është një gjë e cila është krijuar nga vetë ata, nuk është krijuar nga dikush tjetër. Por ajo çfarë unë di të them për këtë gjë është një mesazh tjetër që në qoftë se ju doni të përdorni idenë që këtu po shkohet drejt shumicës cilësuar 84 vota për le themi për ndryshime kodesh etj me radhë, unë nuk e shikoj fare shqetësim, por përkundër shikoj me shumë pozitivitet. Për një arsye shumë thjeshtë. Ne tashmë dita ditës po hapim kapitujt e negocimit. Sa më shumë kapituj hapen, ajo këmisha e forcës që i vishet edhe parlamentit, por edhe sjelljes Shqipërisë, sidomos nga pikpamja e proceseve ligjvënëse, por dhe aq më shumë zbatimit tyre nesër, shtrëngohet. Sepse ti e negocim. Gjatë fazës ti negocion diçka, ti nuk përkeqëson dot diçka që e ke në tavolinë. Dhe ty pothuajse po ta hapen të gjithë kapitujt në kohë shumë të shkurtër. Dhe pretendimi dhe ajo çfarë është, edhe vetë agjenda e për të mos të bllokuar. Po patjetër, po tani, nëse ne ulim tavolinë dhe un kam i marrëveshje me ty që po negocioj dhe kemi 10 pika, un nuk vi ditën e fundit që do firmosim marrëveshjen dhe më shiko se ndryshova un pikën 9, ti do thuash ore priti sekond, ta lexoj un çike edhe një herë nga e para këtë gjë. Dhe por parimi është i thjeshtë. Rrugtimi që qartazi Partia Socialiste projekton për Shqipërinë gjatë 4 viteve të ardhshme është një rrugtim i cili në vetvete, sidomos jetën parlamentare, e ka shumë të përcaktuar, që është pjesa administrative ose atë çfarë duhet të bëj, le themi grupi negociues me hapjen e kapitujve negociatën e Timeral, është pastaj pjesa legislative që duhet bëj parlamenti për të mbështetur ato çfarë duhet të jenë arritjet për të mbyllur kapitujt që janë hapur, dhe qofse ne kemi le themi deadline që në 2027 kapitujt duhet të mbyllen, atëherë ti mund të kesh nevojë për ndërhyrje edhe në ligje të caktuara që duan shumicë caktuar. Dhe kjo e bën punën më të lehtë për procesin e negociatave. Dhe unë besoj fort që dhe më fal, ta them edhe këtë gjë, dhe kjo e bën edhe shumë më të përgjegjshme politikën. Për negociatat okay, po ky pushtet, ky superpushtet, jo pushtet, ky superpushtet sjell një autokraci nga ana e Partisë Socialiste. Sepse ju vetë pranuat që Partia Demokratike është ndomë.
Shiko. Partia Demokratike mund të jetë e dobët, po qartazi njerëzit krijojnë hapësira të reja ku ata mund ta projektojnë veten dhe votën e tyre. Siç mund të jenë partitë e reja. Kjo duhet parë çfarë do ndodhi tani, sidomos muajt dhe 2 vitet që kemi përpara, se do jenë decisive për mënyrën se si dhe vet opozita do organizohet. Por unë t'i them vetëm një gjë, që në qoftë se ka një forcë politike e cila qartazi për shkak të agjendës që ka vetë përcaktuar e bën që ne të jemi shumë larg atij termi që ju përdorët, një autokraci, është Partia Socialiste, sepse momentin që ne themi që ky do të jetë një mandat në të cilin ne do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, do të përmbyllim negociatat dhe mbi të gjitha që ta bëjmë të gjë, Shqipëria duhet të ketë arritje dhe ajo fjala që ju përdoret nuk është ndonjë fjalë që vlerësohet shumë atje. Kështu që tani momentin që ne do ikim në atë drejtim, nuk mund të shkojmë edhe para edhe mbrapa në të njëjtën kohë. O do ikësh para, o do ikësh mbrapa. Kështu që mund se shikoj fare me merak atë gjë. Ne kemi bërë shumë të qartë që ky do jetë një mandat historik për shqiptarët. Dhe arsyeja që do jetë historik është jo thjesht përmbyllja e thjesht negociatave antar SIMB, por unë besoj që do jetë historik, pse jo edhe për mënyrën e të bërit politik. Tani, me që jemi në fund, do të pyesja diçka kështu personale. Ervin Demo, që për herë të parë ulet në parlament si deputet, do bësh njëherë atë arsyetimin tënd për të votuar, jo për të votuar se do jetë vendim politik, por të kundërshtuar diçka që ju e mendoni që nuk është e drejtë dhe Partia Socialiste mendon ndryshe, pra ju mendoni ndryshe nga shumica e Partisë Socialiste, do ta keni kurajon, guximin që thonë jo, kjo s'më del mua në logjikën time. Kur isha student në Angli, më bënte shumë përshtypje një term, përgjegjësia kolegjale, që ata e përdorin për partitë politike, dhe ju e dini që në partitë politike ata drejtuesin e grupit e quajnë kamzhiku në Angli. Dhe kamzhiku nuk është një term, ju e kuptoni nga vetë termi pse është vendimi kamzhiku, se po mund të ishte vend trandafili, po e kanë quajtur kamzhiku. Partitë politike i kanë forumet e tyre ku patjetër përplasen mendimet, janë komisionet, idetë e tjerë me radhë. Dhe patjetër ku ka një vendim politik, ka një vendim politik në një pjesë e skuadrës. Por nëse që unë nuk besoj, por nëse ka ndonjëherë diçka që patjetër mund të shkeli parimet themelore që ne besojmë si individ, kjo është për të provuar, po patjetër që mund do thosha time. Do dohet i takojë sot gjithë ata që të kanë votuar ty, do të thënë, për Partinë Socialiste. Me shumë dashuri. Do dohet i takojë dhe çfarë do të bësh? Me shumë dashuri. Në fakt në javën tjetër fillojnë turin e falënderimeve. Do bësh tur? Patjetër, unë e bëj gjithmonë. Do shkosh në të gjithë ato që ti ke Ne organizojmë takime ku shpenzojmë të shikojmë njëri tjetrin, falenderojmë pak, konsumojmë çiko. Jam shumë kurioz të di çfarë do thuash. Një kohë votuesi më rekreative. Një votuesi. Dhe në të njëjtën kohë më le të them një gjë tjetër, do bëhet tur falënderimi patjetër edhe në Greqi. Me diasporë. Po patjetër. Jo, sepse votet diasporës, po ta përmend edhe një herë, nuk merret duke ndendur në divanin e shtëpisë duke parë Netflix. Edhe pastaj bëjnë qaramanin nëpër media për gjithë ata që pretendojnë që votet diasporës janë vjedhur. E ke fjalën për Enobozën? Ore kushdo që del, se s'ka dalë vetëm një, këtu kanë dalë gjithë tani. Mirë, Enobozën kishte kundërshtarin tënd direkt, në nivelin tënd, në Enobozën ishte. Shiko, unë t'i them vetëm një gjë, nëse ka ndodhur diçka në Berat që është për tu dënuar, por unë kam qasje tjetër politike. Cila është? Nuk merre me emra. Cila është? Çdo gjë të pisët by the book e ka bërë opozita në qarkun e Beratit. Po çka ka bërë? Për shumë arsye, o ç'a dush ti intimidime, tentim për blerje vote etj me radhë. Jo, për vepra penale keni denunciuar. Po kjo është ndryshimi midis nesh dhe ata. Sepse tani duhet ta provosh. Unë nuk jam Sherlock Holmesi. Besoj e njeh si personazh. Tani, kështu që unë mund të kem vetit Sherlock Holmesi që kuptoj ç'a bëhet, por nuk e çoj deri në fund tani që të bëj dhe provat e ti çoj, se kemi tjetër punë. Por më beso. Dhe ndryshe nga ata, unë nuk jam edhe nuk do ta bëj kurrë që të jemi politikan të merrem emrat përveç, sepse ajo nuk është e të bërit politik. Jo, kur të vesh në parlament do merresh ç'ke Jo, nuk do merrem. Nuk jo. Uroj shumë që unë mos ta bëj atë. Po do merren tjerë me ty. Po të merren. Siç jam marrë. Ata merren me ne, po unë jam këtu.
Jo, kjo është një fitore që s'ka nevojë për ta atëre, komentuar. nëse unë besoj që thelbi duhet kuptuar dhe unë nuk besoj që politika duhet personalizuar. Unë nuk besoj në fakt që nëpërmjet personalizimit ti merr pikë politike. Unë besoj që nuk mundet të përdoret atë çfarë ne na ka lodh mbase 30 vjet politik, që këtu ngrihet lloj akuze si pas qefit, si pas dëshirës në çdo orë të ditës, edhe askush s'mban asnjë lloj përgjegjësie, asgjë s'dodh. Ne mund të kemi dëgjuar 1000 të zeza për këdo dhe asgjë s'dodh. Dhe unë këtë gjë s'kam për ta bërë, por po ta them edhe një herë. Po të jetë për histori, pas edhe çik më shumë fakte se ata, i kemi çik ne. Po unë s'dua të merrem atë, aq më shumë që janë dhe çik mërzitur tani edhe. Mirë është mos ti. Përpara se të falenderoj ty, do të falenderoj sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog në Dritare TV, MoneyGram Akinvest me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo, dhe me njoftimin, do lexoj dhe njoftimin, Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimin MoneyGram, risjell shorterun për klientët e tij. Klientët dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni në datën 14 prill deri në 14 korrik me shërbimin MoneyGram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës në shorterin që të zhvillohet në Dila Shqiptare në televizionin Klan me 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me MoneyGram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikojeni më njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues nga një çmim 50000 lekë të rinj. Sapo të kryeni transferin e tretë, ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra MoneyGram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë MoneyGram Akinvest, sepse Dritare TV është televizioni i diasporës dhe ne jemi të lidhur me transferta zoti Devo. Në fakt unë doja ta mbyllja me një falënderim në fakt për gjithë ata të cilët jo thjesht kanë votuar Partinë Socialiste, por unë do doja të falenderoja në fakt gjithë votuesit e Qarkut Berat pa diferencim politik, për një arsye shumë thjesht, për qetësinë, maturinë e tyre dhe patjetër ndjekjen e këtij procesi në një mënyrë tillë që e bëri ashtu siç karakterizon në fakt e Qarkun ton, me shumë dinjitet dhe me shumë qytetari. Dhe patjetër nuk mundet të kemi falënderim shumë të madh për të gjithë mbështetësit tanë në diasporë, të cilët e kanë bërë regjistrimin me shumë dashuri, e kanë ndjekur atë procesin për ta sjellë atë zarfin, edhe kur kanë pas probleme me postën, kanë bërë kilometra të tërë për të vajtë për ta marrë zarfin. Dhe përgatitja juaj në krahasim me votime që shumë më e hershme dhe me thënë drejtën dua t'i kërkoj edhe ndjes. Kujt? Sepse kam pas komunikime me shumë votues në diasporë, të cilët janë ndier shumë keq nga akuzat që ngrihen, sikur ata e kanë shitur votën. Ata ndihen të ofenduar sepse shumë prej tyre kanë 2 pasaporta. Ne kemi mbështetës në Amerikë, në Kanada, në Angli dhe i vret pak veshin kur ajo çfarë ata kanë bërë këtu për baltet në një mënyrë aq të ndyrë që i blen atje, i bën atje, domethënë unë nuk e di se si mund të ngrihen këto insinuanta, kaq kollaj, dhe ata janë njerëz të cilët mund të kenë profesionje që janë të nderuara, mund të jenë njerëz që shikojnë hallet e tyre dhe e kanë bërë këtë gjë se mbështesin dikë dhe del dikush në Shqipëri në televizor dhe thotë që ai atje e ka shitur votën në Amerikë. Kuptonte ai ka 30 vjet në Amerikë, e shiti votën ai. Shqiptari i Amerikës nuk e shet votën. Më fal? Nuk e shet votën një shqiptar lart të gjë. As në Shqipëri, po dëgjoj. Jo, në Shqipëri mund të ketë interes atje, jo shitje, po e kam fjalën që ka rrethana. Një shqiptar jashtë Shqipërisë nuk ka asnjë kompleks. Po mirë, pra po tani ai po e dëgjonte lajmet çapo ndodh, thotë ç'a dalin ata dhe thon. Dhe mua më çmend kjo gjë, sepse janë mira njerëz që kanë bërë atë gjë. Dhe në fakt kemi marrë telefonata pafund që ata ndihen të frustruar, që me dëshirë kanë bërë pjesë e një procesi dhe tani ja bëjnë me gish që ti ke shitur votën. Dhe gjëja që është më akoma më e bukur është kur filluan të shpërndaheshin zarfat. Kishe krenarit madhe nga TikTokët e opozitës. Erdhën këto zarfat, do e fusim shumë plakën, erdhi 11 maj. Kurse ne kemi njerëzit që ne marrin zarfin me qytetari, votojnë, nuk ashtu, po si është Partia Socialiste. Ne besojmë te puna. E ka thënë Pjetër Ablori. Ne besojmë te puna. Ju jeni socialistë, ju jeni specialistë. Jo, ne besojmë te puna dhe te përkushtimi dhe aq më tepër tek ai mesazh që është pozitiv për të ardhmen e Shqipërisë. Dhe kësaj radhe, nëse kishte një forcë, kishte mesazhin e qartë për të ardhmen e Shqipërisë, ishte vetëm Partia Socialiste. Dhe ky rezultat është dhe pjesë e kësaj gjë. Okej, zoti Demo, kemi arritur në fund të kësaj bisede. Unë të uroj edhe një herë suksese dhe urime për fitoren tuaj. Faleminderit për prezencën dhe mbarësinë aktivitetin tuaj tani në nivele të larta, jo lokal, në Parlamentin Shqiptar.
dhe shpresoj të jeni po kaq prezent edhe si deputet edhe në emisionin tim në studion e emisionit tim. Me shumë kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ndoqët një bisedë me zotin Ervin Demo, drejtuesi i qarkut të Beratit, Partisë Socialiste dhe tashmë dhe deputet i këtij qarku. Nga unë Roland Qafoku, mirupafshim, rrini se do jeni sërish në një intervistë tjetër me përfaqësues të qarkut Korçës.